Para 2400 vjetësh, një filozof grek shkroi historinë në një qytetërimi më të lavdishëm se çdo gjë që kishte parë njerëzimi. Një ishull i fuqishëm, i ndërtuar nga një popull jashtëzakonshëm. Pastaj, brenda një dite dhe një nate, ai u zhdu plotësisht në det. Emri i tij Atlantida. Por, a ekzistoi vërtet? Në vitin 360 para erës sonë, filozofi Platon shkruan 2 dialogje që do të ndryshojnë kulturën botërore përgjithmonë. Timaeus dhe Kritias. Brenda tyre ai përshkruan një ishull të mahnitshëm që ndodhej përtej kolonave të Herkulit. Atë që sot e quajmë kushtica e Gibraltarit. Sipas Platonit, kjo histori nuk ishte trillim. Ai pretendonte se ishte transmetuar nga gjyshi i tij, që e kishte dëgjuar nga ligjvënësi i famshëm Solon. Solon nga ana tjetër e kishte mësuar nga priftërinjtë egjiptianë në qytetin e Sais, rreth vitit 590 para erës sonë. Ata thoshnin 9000 vjet më parë ekzistonte një prandorie fuqishme, Atlantida. Sipas përshkrimit, Atlantida ishte një vepër arkitekturore e jashtëzakonshme. Ishulli kryesor ishte organizuar në unaza koncentrike të tokës dhe ujit. Tërë rreth ujit që rrethonin një qendër të shenjtë, në mes ngrihej një tempull i madh kushtuar Poseidonit, sundimtarit të detit në mitologjinë greke, i mbuluar me arë dhe argjend. Atlantët kishin teknologji që grekët e lashtë vetëm i ndërronin, kanale të gjata, porte të mëdha, anije lufte dhe një ushtri e madhe. Ata kontrollonin pjesën më të madhe të Mesdheut perëndimor dhe pjesën të Afrikës Veriore. Por, sipas Platonit, fuqia e tyre ishte ndërrohur në arrogancë. Ata sulmuan Athinën, qytet-shtetin që sipas tregimit mposhti perandorinë e madhe. Pastaj ndodhi katastrofa. Platoni shkruan: erdhën tërmete dhe përmbytje të frikshme, dhe brenda një dite e një nate e fatkeqe ishulli i Atlantidës u zhyt në det dhe u zhduk. Një qytetërim i tërë i fshir nga harta në më pak se 24 orë. Por, këtu nis pyetja e madhe që ka bezdisur historianët për 2000 vjeçar. A është kjo histori e vërtet apo metaforë? Vetë studentët e Platonit u ndanë. Aristoteli, nxënësi më i famshëm i tij, e konsideronte historinë trillim, një paralajmërim moral kundër arrogancës. Të tjerë ndonë se pak e besonin si fakt historik. Në shekullin e 20, shkenca filloi të kërkonte përgjigje. Vendovet e propozuara janë me dhjetra, nga Antarktida tek Karaibet, nga Spanja tek Maroku, por teoria më serioze shkencore çon në një ishull grek, Santorini. Rreth vitit 1600 para erës sonë, vulkani i Therës ku ndodhet Santorini sot shpërtheu me një forcë të jashtëzakonshme. Ishte një nga shpërthimet më të mëdha vulkanike në historinë njerëzore. Qendra e ishullit u rrëzua në det, duke krijuar kalderën e madhe që shihet edhe sot. Në atë ishull, arkeologët kanë zbuluar Akrotirin, një qytet i lashtë me ndërtesa shumëkaqëse, sisteme kullimit të avancuara dhe afreske të mahnitshme. Qytetërimi minoik që jetoi atje ishte një nga më të zhvilluarit e kohës. Çuditërisht, në Anprotiri nuk janë gjetur asnjë trup njeriu. Banorët u larguan përpara katastrofës. Ata e dinin se diçka po vinte. Ai ishte Santorini, Atlantida e Platonit. Shumica e shkencëtarëve mbeten skeptik. Datat nuk përputhen plotësisht. Vendodhja gjeografike është e ndryshme, përshkrimi i unazave koncentrike është më i përparuar se sa Akrotiri. Por, mendoni kur një katastrofë e madhe ndodh, historitë mbijetojnë me shekuj. Ato udhëtojnë nga goja në gojë, nga brezi në brez, duke u zmadhuar dhe transformuar. Mbase Platoni dëgjoi një jehon të largët,
të një tragjedie të vërtetë. Mbase Atlantida ekzistoi, mbase nuk ekzistoi kurrë, por një gjë është e sigurt, ajo do të mbetet përjetësisht në imagjinatën tonë. Të mërkurën do të kthehemi në hapësirë për të vështruar përbindshat më misteriozë të universit. Vrimat e zeza. Abonovu në All Your Favorite që të mos humbasësh.